Zona Rozodri, të ndërruar të Pranisha, të ndërruar edhe trajner kampion olimpik Driton Kuka, të ndërruar Andy. Është kënaqësi se sot të jemi në vazhdimsi të një projekti I cili me vogël ndoshta se sa juniore, deri të vetën tanë dhe ku duhet të shohë. Një model që mjafton të bëjmë një copy-paste dhe të shpesojmë kontributin e jashtëzakonshëm të njeriut I cili mundon se Kosovë ka pas luftë, Kosovë ka pas fushë jashtëzakonisht vështira në sport. Sigurisht që takimet shkëndësore janë një pjesa kryesore e zhvillimit të sportit, sidomos zhvillimit e talentëve dhe sportit cilësor, në mënyrë që sporti të jetë ai ambasadori I cili na përfaqëson në arenën ndërkombëtare. Meqense kam shkruar një shkrim të shkurtër, përmes me ju marr shumë kohë studentëve, të cilët kërkojnë nga hulumtuesit, ka njerëzit e shkencës që të marrin përvoja dhe shkëmbime në aspektin e literaturës ndërkombëtare dhe shkëmbimeve tjera të cilat konferencat nxjerrin dhe rekomandojnë ata që merren me shkencë, e konsideroj që një nga konferencat më të rëndësishme e pesta me radhë ndërkombëtare që krijon mundësi të vinë njerëz të profileve të ndryshme që hynë në pjesën e politikë bërës, por edhe në aspektin e shkencëtarëve sportiv, nutricionist, psikolog, fizioterapeut, trajnerët, ekspertët e jogës, menaxhimi I marketingut ose menaxhimi në sport në përgjithësi, edhe kjo ndikon që organizatat sportive të zhvillohen, por edhe të zhvillojnë kapacitetet të tyre brenda vetvetes. Prandaj, në emër të Ministrisë për Kulturën e Sport, ju dëshiroj sukses në punimet e 2 ditore të kësaj konference. Njëherë do të vazhdojmë mbështetjen e vazhdueshme në zhvillimin e sportit, por edhe në organizimet e tilla, sepse këto janë pika kyçe në zhvillimin edhe suksesin e sportit. Faleminderit. Po parimet e mia kryesore kanë qenë disiplina e hekurt. Pas përfundimit luftës ka dalë një gjenerat e cila është rrit në luftë, më thonë. Majlinda ka linë vitin 1991, Nora në vitin 1992, Distria në vitin 1995, dhe më thonë kur në Kosovë ka pas luftë, kur në Kosovë ka pas kushte jashtëzakonisht vështira në sport, edhe faktikisht kjo gjenerat ndoshta ka qenë shumë e lehtë me u menaxhu, shumë e lehtë me I apliku ato parimet e mia disiplinës hekurt, sepse kjo gjenerat ka pas motiv të jashtëzakonshëm që ti dëshmojmë botë sa shumë e kemi desh lirin, sa shumë e kemi meritu lirin, si vend, si popull, edhe faktikisht disiplina ka qenë shumë e lehtë me u ndërtu. Përderisa këto vajza për vitet e tona janë zgjuar mëngjes në ora 6, me bo stërvitje, kanë bo stërvitje prej 4 deri në 8 orë, edhe asnjëherë pa u anku, asnjëherë pa lyp kushte cilat I kanë pas shumica e sportistave të shteteve tjera, ku mbas një sportisti kanë qenë ekipet e tona, ekspertës të gjitha lamire, ndërsa këto më kanë pas muni, ku më pas këto në fillim, edhe nuk kemi pas ankesa, por vetëm kemi vazhdu me punu. Do më thonë, parimi kryesor I punës time fillimisht me këto gjeneratat cilat janë bo ma vonë kampion olimpike, është disiplinë e hekurt, po normal, gërshetimi I shkencës e sport ka shku shumë larg. Edhe faktikisht që
kjo është edhe një ndër komponentat cilat na duhet me intensifiku këtë bashkëpunim më shumë të lartë për arsye se gjithçka tash po bazohet në shkencë. Është shumë e vërtetë që metodologjia edhe puna që është bërë për me u ndërtu një kampione olimpike në lojrat olimpike në Rio nuk qëndron më. Domethënë, në gjuhën angleze po e them update i metodologjisë punës gjithmonë duhet më bërë. Çdo trener i cili mendon që i din krejt edhe nuk e ndërton veten tutje me metoda të reja, me sisteme të reja të punës, ai trener është i predispozuar që të dështoj. Kështu që na kemi punu gjithmonë jemi mundu me ndjek trendin e shteteve të fuqishme, sepse mënyra që shke mushtru atëherë nuk funksionon më, sporti po bëhet gjithmonë ma dinamik, ma i fuqishëm, ma shumë ka shpejtësi, eksplozivitet. Llogaritmi për shembull në sportin e futbollit me çfarë tempo ka luajt Pelle, me çfarë tempo luhet sot futbolli, domethënë janë të pakrahasueshme. Tash Majlinda është dora imediat, edhe na gjithmonë diskutojmë tash për secilin sportist veç e veç jetën e tyre. Sa përqind maksimumit po jetë në stërvitje, çka ka mbrapa kësaj. Domethënë është diçka që ndoshta me Majlindën se kum pas atë problem, sepse kjo ka qenë sportiste e cila në stërvitje i ka thonë çdo stërvitje shpirtit në tek. Domethënë njerë që i ka te i kalu limitet e saj në çdo stërvitje ka qenë Majlindë. Pas saj kanë ardhur gjenerata të reja, po tash që kemi një gjenerat që nuk është e tillë. Na duhet me përdorë në 10 metoda për me nxjerr maksimumin prej sportistave dhe për me performu mirë nga gara të mëdha. Kështu që të janë karakteristika të cilat ne duhem i ndjek, duhem me punu edhe mu të ndrejtën në dhe ku shko edhe një garë të fëmijëve. Sporti judës edhe aty shoh diçka që më duhet mu ndoshta për stërvitjet e sportistave elitarë. Kështu që çdo trener, çdo njeri i sportit, sikur shkenca, sikur teknologjia që po ecë me hapa gjigant, që para 30 vjetëve diçka që ka qenë pa imagjinueshme, sot është e imagjinueshme në teknologji, njëjtë është edhe sport. Çdo sport po ecë me hapa gjigant, edhe na jemi ndonjëherë në kapë edhe pak si një lloj panike e vogël, se apo jo mune i gatshëm me ndjek trendin e zhvillimit gjithë mbarshëm të sportit me gjitha ato katror që e ndërtojnë një mozaik që duhet me i pas treneri pas. Ne kemi ndërtu një sistem të punës që ka qenë i veçantë jonë. Tash krejt bota vjen në Kosovë, besom një gjatë këtij viti me siguri ma shumë se 30-40 shtete kemi pas në ekipin tonë, edhe ata janë kuriozë për çet mënyrën që shna bëjmë judo, për çet mënyrën që shna i kemi fitu 3 medalje të arta olimpike me 3 vajza që jetojnë në 300 metra katror prej palesës ku na punon. Kështu që na shquhemi në një pjesë cilën edhe japonezë që aktualisht kemi edhe trenerat japonisë në qytetin e Pesë, gjithmonë vinë edhe mësojnë, edhe tentojnë me mësu mënyrën që shna bojnë judo. Kështu që na ka veçu kjo mënyrë e punës, edhe duhet me cek që 3 medalje të arta olimpike tonat kanë ardhur përmes fitoreve direkt kundër japonezëve. Majlinda në gjysmë finale, Nora në gjysmë finale, Bistria në finale. Kështu që nuk mundet kërkush më dhonë ka humbë një favorite atje rastësisht, edhe ka ardhur medalje artë olimpike. Jo, medalje tona të artë olimpike kanë ardhur në ballafaqimin direkt me superfuqinë e judos. Sa i përket pyetjes Artan, sigaruse prej sportit judos në radhë të parë, ose gjaja kryesore që e mësojmë është respekti. Edhe ajo është diçka që na shërben neve si njerëz për gjithë jetën. Përpos kësaj sigurisht që është disiplina. Disiplina e hekur, siç e cekitoni më herët, edhe treta për mendimin tim është vetbesimi. Nëse unë nuk i kisha pas këto 3 komponenta, jam shumë skeptike nëse i kisha arrit rezultatet cilat i kom arrit në sport. Prej Kosovës me u bo, prej qytetit Pejës, me u bo kampione e 4 fesht evropiane, kampione e 2 fesht botërore, kampione olimpike, mandej me hy në libër të Genisit për mas shumë të medalje të arta të fituara për një dekadë. Nëse nuk i kisha pas këto 3 komponenta, sigurisht që këto rezultate kishin me qenë të pamundura. Në anën tjetër, nëse i mendojmë edhe
kushtet në cilat ja kemi fillu me ushtru, palestra, pastaj kushtet financiare cilat në atë kohë kanë qenë shumë të vështira edhe që unë jam shumë me fat që e kom taku Tonin edhe deri sa jom bu kampione botërore në vitin 2013, gjitha shpenzimet i kanë mbulu Toni me familjen e vetë, e kanë pas qatë komoditet, që ndoshta jo shumë trajnerë sot në Kosovë e kanë, jo të gjithë qëndrojnë mirë financiarisht që me arrit me financu ose me suportu një sportist. Unë e kom pas qatë fat edhe sigurisht dija e Tonit sa i përket sportit judos, kanë bo që unë me qenë këtu ku jam sot. Mirë po, 3 komponentat kryesore po besoj që janë qato që ka marrë. Si sportiste, do më thonë, për 4 vite rresht, kom pas një dominim absolut në kategori. Për 4 vite rresht e kom humbë vetëm një luft, do më thonë, jo garë, vetëm një luft që kom marrë medaljen e bronzë. Për 4 vite rresht, se cilën garë ku kom shku, kom fitu medaljen e orë. Jem bu kampion e Evropës, pastaj kom përsërit kampion e botës, e kom përsërit dhe sa jem bu kampion e olimpike. Edhe një farë forme, njerës në Kosovë më mësun që ma linda me fitu veç medaljen e orë. Edhe qatë do që ndodhë këtë tjetër, qëfar do medalje tjetër që mesha njerës në Kosovë e keshin vështypjen që nuk kesh mirë. Kështu që kjo ka bo të onë presion psikik ko gja shumë, edhe një ko gjatë me thonë. Në momentin kur më kanë ardhur lëndimet, ka qenë vitin 2015 dhe prej momentit kur kom fillu me pas lëndime, aspekti psikologjik ka qenë gjithmonë shumë i vështirë. Për një sportist, pjesa ma e vështirë gjatë karierës janë lëndimet. Janë diçka që vinë pa prit edhe që nuk e din qysh me usjell. Ndoshta ke ushtru shumë mirë për një kampionat botëror edhe ndodh që 4-5 muaj para asaj gare vjen lëndimi dhe se din as qysh me usjell. Edhe për një sportiste si unë që kanë qenë ndoshta që kom bo dominancë absolute në kategori për një kohë gjatë, nuk ishte që u lëndova edhe s'ka lidhje që shkthena, se kom qenë e lëndume, e filloj kadale. Do isha që mbas se cilit lëndim kur u kthesha, nuk këtë njajtën pozit ku kom qenë. Para lëndimit kom qenë kampion e Evropës, kampion e botës, kom dash me u këty prap edhe prap me qenë që aty ku e kom lorë. Thjesht me vazhdu që atë rukëtim. Edhe sigurisht që kjo në aspektin psikologjik ka qenë kogja e vështirë. Diku një 4 vitet e fundit gjatë karierës, me thonë që jom zgju prej gjumit me dhimt, gjatë ditës kom pas dhimt, edhe kur kom ra me flajt kom pas dhimt. Kom pas një lëndim shumë serios në qafë, kom pas herni diskale që kati po thuaj se ishte aty në limitet e saj për me prek boshtin korizor, edhe anën e majt e kom pas 4 vitet e fundit ose 5 të karierës as 50%. E dora jeme e majt ka qenë adut, ose arma jeme e fort në luft. Kështu që një farë forme na u ka desht me jo adoptu aspektit tem psikik, aspektit tem fizik, me ju përshtat, me stërbitje, edhe ndoshta me ndru pak taktiken ose mënyrën e luftës, për shkak se dora jam e majtë mos ishte njaj. Kështu që ndoshta krejt kjo periudhë e vështirë për shkak lëndimeve që e kom pas, ka bo që unë një vit e gjysë para lojrave olimpike në Tokyo me fillu me pas atak paniku, edhe realisht nuk e kom dit as qka është. Thjesht, ndodhë këtë që ishim gara, edhe një natë para garave kemi qenë Katar në Doha, në Masters, edhe jëmë shqu natën, nuk më isha me ungi frym, ja kom fillu me u djersit, me u dridh, edhe nuk e disha as qka është. Ishim ndonë bashkë me distrin, edhe ajo qu që ka ki, thash se di qa o të ndodhë, se di s'ja mirë. Edhe ishim katin e 50, ma e keqa është që dritarët su hapshin. Thasha me hynë lift, lifti shumë i ngusht, kisha frikë që mos përbot hala më keq. Kështu që krejt rasisht e kom kuptu se qëfar problemi e kam, edhe që ndoshta kjo është desht me u trajtu. Po këto e kom kuptu ndoshta pas përfundimit të lojrave olimpike në Tokyo, edhe nuk është ferë që një sportist si unë me përmbyll karierën qashtu që kom përmbylloj. Në Tokyo jëm ra në gjirën e parë, e kom shku ndoshta si favorit për me marrë edhe medaljen e orë. Kështu që kjo më ka kushtu shumë, pas lojrave olimpike të Tokyos, një 6 muaj deri një vjet, kom pas një periudhë shumë të vështirë, që ndoshta më ka desht me u konsultu me psikiatër, me psikolog, edhe kom pas shumë njerëz për atë vetit që më ka ndihmu me të i kalu këtë periudhë të vështirë të jetës,
që ndoshta jo shumë njerëz e shohin. Krejtë janë mësuar me pa me lindën televizion, të fitu medalje torta, e fort, por nuk e dina atë prapavin e vështirë që një sportist e kalon për me orë ndoshta deri te një medalje e orët olimpike. Po mendoj që është shumë vështirë me gjetë një kampion olimpik në botë që është bërë kampion olimpik pa pas psikolog, pa pas nutricionist, pa pas staf mjekësor rreth vetit. Unë krejt që e kom pas gjatë karierës tem është Tonin e kom pas psikolog, Tonin e kom pas nutricionist, trener për fitness, gjithë shka ka funksionu për mes meje edhe Tonin. Kur kemi shku një garë, për shembull kampionat botës ose në olimpiad, japonezë janë gjysë finale, i kesh rreth vetit 20 vetë që u kujdeshin për ta, e në anën tjetër isha veçune me Tonin. Kështu që në momente tilla nuk guxojsha as me mendu, e as me këshyr ka kundërshtari, se thojsha ma prish fokusin edhe vetbesimin që e kam. Kështu që krejt këtu probleme që i kom pas gjatë rrugtimit ose gjatë karierës më kanë ndihmu shumë, tash si trajner.